Hipotetikisht, jeni ju kryetar i komunës së Tetovës, çfarë do të kishë bë ju për Tetovën? A keni pika kyçe në të cilat mendoni se do ishte dashur një intervenim imediat ndodh? Tani, nëse hipotetikisht do të ndodh kjo, ne do përgatitim një program zhvillimor për Tetovën që do jetë real edhe do e bëjnë ndryshimin, po unë më mirë do them ato që nuk do i bëjmë, në qoftë se ne do jemi bartës të këtij procesi. Sigurisht që nuk do lejojmë që mafia urbane të menaxhojë me planifikimin hapësinor dhe me lejet e ndërtimit në Tetovë. Këtë duhet ta bëjnë struktura profesioniste të komunës dhe të fillojë të ngjajë komunën e Tetovës me qytete të tjera, sepse kështu më shumë përngjan me një katund kaotik që për fat të keq ballafaqohemi secili prej nesh çdo ditë. Me siguri nuk do lejojmë që komuna të stërmbushet me njerëz partijak, me parazit që do marrin rroga edhe do jenë një barë për buxhetin komunal dhe kjo të jetë pengesë për ndërtimin, për zhvillimin e komunës tonë. Edhe shumë devijime tjera që sot nuk do lejojmë që ndërmarrjet publike të gjenerojnë humbje, se kjo nuk ka logjik, atëherë më mirë mos ekzistojnë. Edhe shumë devijime tjera, po sigurisht që në periudhën vazhdim kjo do bëhet e qartë për publikun edhe do i prezantojmë kur të vijë koha.